Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Gjumaja e fundit e muajit të begatë të Ramazanit vjen si një çast i veçantë që prekthell zemrat e të gjithë besimtarëve. Është një moment kur shpirti ndalet për një çast dhe shikon pas rrugën e përshkruar gjatë gjithë këtij muaji të bekuar. Netët e mbushura me lutje, ditët e agjërimit, momentet e reflektimit dhe përpjekjen për t'u afruar më shumë me Allahun. Në këtë ditë të veçantë, zemra e njeriu të ndjen një përzierje emocionesh, gëzim për adhurimet që u kryen në këtë muaj dhe një mall të thellë për largimin e këtij muaji që solli qetësi, bereqet dhe dritë në shpirtrat tonë. Kjo xhuma është një thirrje e butë për ndërgjegjjen e njeriut, të mos harroj atë që i mësoi gjatë muajit të begatë të Ramazanit. Është një kujtesë se besimi dhe veprat e mira janë thesari më i çmuar që mund të mbledh njeriu në sipërfaqen e kësaj bote. Pasuritë mund të zhduken, koha kalon dhe jeta dal nga dal përfundon. Por çdo vepër e mirë e bërë me sinqeritet mbetet e gjallë tek Allahu i madhëruar. Prandaj, në këtë moment të veçantë, zemra e besimtarit ftohet të rifreskojë besimin e saj dhe të vendosë që drita e veprave të mira të mos shuhet kurrë nga jeta e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë xhumë të fundit të muajit të begatë të Ramazanit, le të freskojmë shpirtrat tanë me fjalën e Allahut të madhëruar. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, qoftë i lartësuar ai, në dorën e të cilit është pushteti suprem dhe është i fuqishëm të bëjë çdo gjë. Ai ka krijuar jetën dhe vdekjen për t'u provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë. Ai është i plot fuqishmi dhe falësi i madh. Ai ka krijuar 7 qej njëri mbi tjetrin. Nuk mund të gjesh në krijimin e të gjithë mëshirshmit kur fare të mete. Hidhe vështrimin. A sheh ndonjë plasaritje? Pastaj hidhe sërish të vështrimin. Sytë e tu do të kthehen të lodhur e të molisur. Ne ua kemi zbukuruar qiellin më të afërt me yje të shkëlqyeshme dhe i kemi bërë ato si preda për të larguar djajt, për të cilat kemi përgatitur dënim me zjarr. Kurse për ata që e mohojnë Zotin e tyre, dënimi është xhehenemi. Sa i shëmtuar është ai vend banim.
6 ajetet e para të surës Mulk i ndoqëm për ditën e sotme. Të dashur dëgjues dhe shikues, në emisionin Nektari i Xumas për ditën e sotme, do doja që temën ta shtjellonim në një mënyrë këshille për mua, për ty, për të gjithë besimtarët musliman. Sepse do mos harrojmë se besimi dhe veprat e mira janë ato të cilat të japin dobi në fund të fundit. Xumaja e fundit e muajit të begatë të Ramazanit është një moment i veçantë për të gjithë besimtarët musliman. Është një çast që mbart brenda vetes ndjenja të përzjera, gëzim për adhurimet që u kryen dhe një lloj trishtimi të butë për largimin e këtij muaji të bekuar. Në këtë xumë të fundit të këtij muaji, zemra e njeriu të ndalet për një moment dhe shikon pas, duke menduar për ditët dhe netët që kaluan. Sa lutje u ngritën drejt qiellit, sa agjërime u mbajtën me durim dhe sa shpresa u mbollën në zemrat e besimtarëve. Muaji i Ramazanit është një periudhë në të cilën zemra e njeriu afrohet më shumë me Zotin e saj. Në këtë muaj, njeriu mëson të përmbahet, të kontrollojë dëshirat e tij dhe të kuptojë më thellë vlerën e adhurimit dhe të përkushtimit. Por, më e rëndësishme se kjo është se muaji i begatë i Ramazanit i kujton njeriu një të vërtetë të madhe. Jeta e kësaj bote është thjesht kalimtare, ndërsa ajo që mbetet përjetësisht janë besimi dhe veprat e mira. Shpesh njeriu në jetën e përditshme mund të harrojë që çdo ditë e jetës së tij është një hap drejt përfundimit të kësaj bote dhe fillimit të jetës së përtejme. Ai mund të humbas në angazhimet e përditshme të kësaj jete, në pasurinë që kërkon të grumbullojë, apo dhe në dëshirat që ai përpiqet çdo ditë t'i plotësojë, humbet dhe thelbin kryesor të krijimit të tij. Për muajin e Ramazanit vjen për ta zgjuar atë zemër të flejtur dhe për t'i kujtuar njeriut se vlera e vërtetë e jetës nuk qëndron tek ajo që ti posedon, por tek ajo që ai bën për hir të Allahut të Madhëruar. Kurani i Shenjtë e përmend këtë të vërtetë në mënyrë shumë të qartë teksa thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira të përhershme janë më të mira tek Zoti yt për shpërblim dhe më të mira për shpresë. Ajeti 46 i surës Kahf. Ky ajet është një këshill e thellë për çdo njeri. Ai na mëson se gjërat që shpesh i konsiderojmë më të rëndësishme në jetën tonë nuk janë dhe aq të domosdoshme sa veprat e mira, besimi e shumë gjëra të tjera të cilat kanë më shumë peshë tek Allahu i Madhëruar. Pasuria, pozita dhe kënaqësitë e kësaj bote kalimtare, ndërsa veprat e tjera të cilat mbeten dhe shndrohen në një thesar për njeriu në botën tjetër, janë të dyja pranë në kontradiktë me njëra tjetrën dhe njeriu mbetet në mes dhe këdo zgjedh. Atëherë, njeriu le të zgjedh anën e veprave dhe thesarin i cili do ta marrë me vete për në botën tjetër. Prandaj, o njeri, mos harro se çdo vepër e mirë që bën, qofte vogël apo e madhe ajo, ka një vlerë shumë të madhe tek Allahu i Madhëruar. Ndoshta një fjalë e mirë që i thua dikujt mund t'i ndryshojë ditën, një ndihmë e vogël që jep një të varfri mund të bëhet shkak i mëshirës së Allahut për ty, dhe një lutje e sinqertë që bën në heshtjen e natës mund të hapë për ty dyert e mëshirës hyjnore. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Bëhuni të kujdesshëm ndaj veprave të mira, edhe nëse ato janë të vogla, sepse ato mblidhen dhe bëhen të mëdha." Ky hadith na mëson se asnjë vepër e mirë nuk nënvlerësohet. Në sytë e njerëzve, ajo mund të duket e vogël, por tek Allahu, ajo mund të ketë një peshë shumë të madhe. Në ditën e gjykimit, shumë njerëz do të gjejnë në librin e veprave të tyre gjëra që nuk i kishin konsideruar të rëndësishme, por që Allahu i ka regjistruar si vepra të mëdha. Kjo na kujton se jeta e besimtarit është e ndërtuar nga shumë veprime të vogla, të cilat janë të mira dhe bëhen çdo ditë të jetës së tij. Jeta e besimtarit është e formuar nga fjalët e buta, që i drejtohen ndonjë njeriu të mërzitur. Jeta e besimtarit është e ndërtuar nga një ndihmë e thjeshtë për dikën në nevojë, nga një përshëndetje me sinqeritet të plotë dhe një lutje për vëllain tëm besimtar, apo dhe një buzëqeshje e çiltër me gëzim në zemrën e tjetrit.
Kur këto vepra bëhen me qëllim të pastër dhe për hir të Zotit të gjithësisë, të gjitha këto grumbullohen si pika uji që mbushin një det të madh shpërblime. Prandaj besimtari i mençur nuk e vlerëson asnjë mundësi për të bërë mirë, sepse ai e di se çdo e mirë sado e vogël të jetë ajo, është një dritë që do ta gjejë pranë vetes së tij në ditën kur njeriu do të ketë më shumë nevojë për dritën, pra flasim për ditën e gjykimit. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: besimi është ajo që qëndron në zemër dhe që vërtetohet me vepra. Dhe kjo fjalë e urtë e këtij imami na mëson se besimi nuk është vetëm një deklarim me gjuhë, por një gjendje e zemrës që reflektohet në veprat që bën njeriu gjatë jetës së tij. Një besimtar i vërtet nuk mjaftohet vetëm me fjalë, por ai përpiqet që besimi i tij të shfaqet në çdo veprim të jetës së tij. Prandaj kur njeriu bën një vepër të mirë, ai në të vërtetë po ndërton një pasuri që nuk do të zhduket kurrë, ndërsa pasuritë e kësaj bote mund të humbasin depozitat, mund të ndryshojnë, veprat e mira nga ana tjetër mbeten dhe shoqërojnë njeriu deri dhe pas vdekjes së tij. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: bëni mirë sepse e mira kurse si nuk humbet. Kjo është një nga urtësitë më të bukura që na kujton se çdo e mirë që bëhet, qoftë e madhe apo e vogël ajo, qoftë në heshtje dhe pa u vënë re nga njerëzit, është e regjistruar tek Zoti i gjithësisë. Ndoshta njeriu nuk e sheh me njëherë frytin e veprës së tij, por Allahu e ruan atë dhe do ta shpërblejë në kohën më të përshtatshme. Në këtë xumë të fundit të muajit të begatë të Ramazanit, është e rëndësishme që çdo besimtar të ndalet për një moment dhe të reflektojë dhe të marrë veten në pyetje. Dhe sidomos me këto pyetje: çfarë ka ndryshuar në zemrën time gjatë këtij muaji të begatë? A është bërë zemra ime më e butë ndaj krijesave të tjera? A është shtuar dëshira ime për të bërë mirë ndaj të tjerëve? Dhe më e rëndësishme, a është forcuar lidhja ime me Allahun e plotfuqishëm? Muaji i begatë i Ramazanit, të nderuar dëgjues dhe shikues, mos të harrojmë, ishte një shkollë shpirtërore që e mëson njeriu disiplinën, durimin dhe përkushtimin. Ai e mëson njeriu të ndjejë dhimbjen e të varfërve, ta vlerësoj më shumë atë që ka dhe të kujtoj se çdo gjë që posedon është një amanet nga Allahu i madhëruar. Dhe këtu doja t'ju rikujtoja që të gjithë ne si besimtarë dhe besimtare musliman të mos harrojmë të japim dhe sadakan e fitrit për këtë vit, cila është saktuar dhe nga komuniteti musliman, 4.000 lekë të vjetra, dhe të ndihmojmë vëllezërit dhe motrat tona të cilat kanë nevojë, të ndihmojmë çdo njeri i cili nuk mundet që të ketë një vak të mirë për fitën e Bajramit, pse mos dorazi të gjithë neve së bashku ta gëzojmë dhe atë në këtë festë kaq të madhe që na pret javën e ardhshme inshallah. Kurani i shenjtë thot: Bismillahirrahmanirrahim, kush bën një grimc të mirë do ta shoh atë. Ajeti 7 i surës Zalzala. Ky ajet është një burim shpresë dhe një paralajmërim, por në të njëjtën kohë. Ai na kujton se çdo vepër ka peshën e saj dhe asgjë nuk humbet tek Zoti i gjithësisë. Dhe në ditën e gjykimit, njeriu do të gjejë atë që mbolli, pra mbolli mirë, do të gjejë mirë, dhe nëse mbjell keq, do të gjejë të keqen për veten e tij. Prandaj o njeri, mos harro kurrë se besimi dhe vepra e mirë janë pasuria më e madhe që ti mund të kesh. Mund të kalosh vite duke grumbulluar pasuri, duke përfituar gjëra dhe mirësitë e kësaj bote, por në fund të jetës të gjithë do të ndrojmë jetë, të gjithë do të kthehemi tek Allahu xhaleshanuhu dhe urojmë që të gjithë së bashku të marrim më të mirat nga ato çfarë kemi bërë dhe inshallah të jenë veprat që kemi bërë veçse për hir të Zotit të gjithësisë. Të mos harrojmë se ky muaj i begat na mëson se zemra e njeriu mund të ndryshojë. Mund të ndryshoj, mund të përmirësohet dhe dera e mëshirës së Allahut asnjëherë nuk mbyllet për ato të cilën kthehet në një pendim të sinqert tek Zoti i gjithësisë. Këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu dhe duke ju uruar një xumë të begatë, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن